Si Balluku na tregon dhe që opozita është në siklet, po do shkojmë është në shumë në siklet, nuk po e shohim të reagoj. Ku është? Më shumë po flasim ne gazetarët, qytetarët, reagimi është më efekt dominon në shtrecet tek qytetarët, por s'ke opozitë që reagon për çfarë? Pra ka interesa. Pa tjetër që ka interesa, por do shkojmë të ato interesat pak më vonë. Ermir, si shikon këtë pretendimin e kryeministrit që zgjodhi një fjalim të vitit 1940 një prokurorit famshëm amerikan, pikërisht për të përcjellë këtë tezën që po shenjëstrohen njerëz të caktuar dhe po kërkohen prova kundër tyre dhe sipas fjalëve të këtij prokurori në librat e shumtë të shtetit diçka po kërkove do ta gjesh sado të vogël. Pra nuk hetohet çështja, por hetohet individi, është pretendimi i kryeministrit. Tani, unë e lexova një herë për kulturën time individuale dhe besoj që fjalimi i Johnsonit ishte shumë i vlefshëm edhe për kulturën tonë, përgjithësi pra. Kush do të njihet me një rast, me një gjykim. Fjalimi është vërtet që ishte interesant në vetvete, por fakti që kryeministri e sjell në mbështetje të një teze. Po, patjetër. Tani, shiko si është kjo teza. Unë po t'rregoj një përvojë personale. Para pak vitesh, takohem me një person i cili kishte punuar në kontrollin e lartë të shtetit dhe kishte dhënë dorëheqje morale, sepse nuk pranonte praktikat që kishte hasur aty. Shive sa interesante që më thoshte ai person. Thoshte, ligjet e prokurimeve, pra ligjet e këtyre që janë tenderave, janë krijuar, thot, në atë mënyrë që e bëjnë të paevitueshme shkeljen edhe sikur ti t'jesh më i ndershmi në këtë botë. Janë ligje problematike. Dhe pastaj, çështja është tek ne, ishte sprova morale se si do t'i qasëshim një shkelje të caktuar dhe aty vinte orientimi. Ajo që nuk isha dakord unë ishte që bëheshin me orientim se kush do goditej. Dhe në këtë moment unë thash, stop, këtu nuk i përkas kësaj praktike. Shire sa interesante. Me paracaktim dhe tendrat, edhe kriteret. Tani ke çështja e zonjës Balluku, aty kompromentues se janë telefonatat, pra ato biseda që kanë dalë që e kompromentojnë, sepse për sa i përket rastit, ne nuk e kemi akoma shpjegimin e saj të procedurave të tenderimit. Jo, absolutisht, dhe ne në fakt nuk po gjykojmë dosjen, nuk po gjykojmë as pretendimet e prokurorëve për elemente të caktuar të kësaj dosje që të kuptohemi, sepse dosja si rregull do duhet ishte dhe sekret hetimor, por si gjithmonë në Shqipëri ka dalë çdo gjë del sheshit dhe fatkeqësisht del pikërisht nga ata që duhet ta ruajnë të sekretin hetimor, por kjo është një çështje tjetër. Ne po e shikojmë, po e trajtojmë çështjen politikisht. Po mos ishin përgjimet, nuk do të kishte këtë efekt. Pavarësisht se nga pikpamja e perceptimit, ne gjithë figurat publike janë edhe viktimat të perceptimeve të ndryshme që vinë nga shumë e shumë faktorë. Për shembull, po të them, një ndër personat e jetës publike shqiptare të pas komunizmit. Për mua, në gjykimin tim, ka qenë një ndër njerëzit më të ndershëm që ka pasur shteti shqiptar. Pavarësisht se shumica ka një perceptim tjetër që quhet Bashkim Gazeteve. Do t'ju sjell një rast, për shembull, dhe disa raste që njerëz janë befasuar nga takimi me Bashkim Gazeteve, po e sjell si rast. Për shembull, në perceptimin e përgjithshëm, ai është një burr i tillë. Mirë, po ju them, lexoni librin e Nafiz Bezhanit, avokatit të 4 trënëve të Shkodrës, procesi i shekullit. Çfarë thot Nafiz Bezhani? Një burr i jashtëzakonshëm, thot, as nuk e mendoja që do të takoja një burr të tillë. Dhe në një takim, për shembull, që nuk është bërë kur publik, midis kryeministrit Bashkim Fino dhe Bashkim Gazetës, Bashkim Fino ka shprehur konsiderata në mënyrë private të jashtëzakonshme për atë njeri. E solla këtë rast, se ne duhet marrim gjithmonë dhe perceptimet publike që krijohen nga faktorë të ndryshëm jo të drejtë. Ne nuk po flasim nëse janë njerëz të mirë ose jo, po ashtu, nuk po i gjykon njëri nëse je njëri i mirë apo je i keq. Ne po themi çfarë kanë bërë duke mbajtur këto poste.
Jo, është qasje psikologjike, nuk ka të bënë, edhe unë jam me ty me fjalë, është qasje psikologjike. Se për njerëz të mirë, gjithë bëhen shumë të mirë kështu kur shkojnë në postë dhe në detyra. Dhe pastaj ndryshimi i perceptimit kur e njeh dikë ka historia raste e shumë ke një personale me X-in e Y-in, thua je njëri shumë i mirë, sepse raport me mua. Ke një të fundit nga Amerika, edhe Trump u impresionua nga Mandami mbasi e takoi të një. Pikërisht. Ka psikologjisë turmave, nuk ka problem me fjalë. Në rregull, ne kemi kundërshtim. Një qasje psikologjike ishte. Ja, e kuptova. Por doja që sepse ju jeni të ri, më fal, ju jeni të ri në 97. Në malin e akuzave ndaj Sali Berishës, në malin e akuzave, për çfarë lloj, kur nuk i ka thënë askush i korruptuar. I korruptuar nuk i ka thënë askush, madje edhe kundërshtarët më të mëdhenj thoshin sido që të jetë ai është i ndershëm, pavarësisht autokracisë, lënjes firmave piramidale. Nuk ishte futur akoma në sistem korrupsionin atë kohë. Pikërisht sepse nuk ishte edhe tem korrupsionit, e drejtë është kjo. Po për shembull nuk ka thënë kush është. Nuk kuptohej. Edhe ashtu ka qenë realisht. Kam shumë sistemi korrupsioni në sistem kishte hyrë shumë më herët, por nëse kjo na hap një çështje që nuk përthitej nga publiku sepse kishte tjetër lloj reagimi dhe qytetarët e kishin ndryshëm reagim. Po nuk ishte tem debati, kishte hyrë, por nuk ishte. Po pra, okay, perceptimi i qytetarëve jam dakord me ju është çështje tjetër, por që mos ta shpërndajmë bisedën, të qëndrojmë tek të fokusuar. Ka një element dhe njerëz të ndryshëm e sillin në vëmendje që këtë qasje që përshikojmë të kryeministrit ndaj kësaj drejtësisë, ai vendosi ti drejtohet gjykatës kushtetuese me pretendimin se janë cënuar kompetencat e tij kushtetuese në biles kryeministri shkon dhe më tej, vetëm të tijat si kryetari i Këshillit të Ministrave, por dhe të parlamentit dhe të presidentit. Janë tre institucionet që janë të përfshira në procesin e emërimit, votimit dhe betimit të një ministri apo antarit kabinetit të... Ata nuk kërkon pezullim si deputete, zonjë. Jo, absolutisht. Të përfshira parlamentit, sepse ministri merr votën në parlament dhe betohet te presidenti, kështu dhe të presidentit. Pra Rama shkon përtej institucionet të tij. Thot, një vendim i tillë që vjen nga pushteti gjyqësor cënon kompetencat, ky është pretendimi i kryeministrit, unë thjesht po e përcjell që njerëzit ta kuptojnë se për çfarë po flasim. Pra, në një farë mënyrë ndonse me tone më të buta, në mënyrë le të themi më indirekte, një lloj kritike e shfaqi qartazi ndaj kësaj drejtësisë. Një qasje edhe më të ashpër ne pam që zoti Rama e pati ndaj drejtësisë dhe ndaj Spakut veçanërisht kur u arrestua zoti Veliaj. Por çfarë i tërhoqi vëmendjen e njerëzve është se kjo qasje kaq kritike ndaj Spakut atëherë nuk zgjati shumë, zgjati pak javë. Po sepse zonja Balluku nuk dhe pikpyetja është, a mos ndoshta dhe kjo e sotmja është thjesht një skenar i ngjashëm dhe brenda pak kohe kryeministri do të rikthehet në një qasje që tregoj me Veliajn, pra nuk ka sa për kaluar momentin. Tjetër kryeministri të mbaj gjatë personat të cilët siç është rasti i Veliajt, zonja Balluku, ka pas Tahirin, ka plot zoti Rama që i ka zyrtarët e tij, ministrat e tij që janë përballur me drejtësinë dhe kanë dhënë llogaritë në drejtësi. Unë mendoj që ta thash edhe pak më parë, po jepet kohë, po jepet frymëmarrje situatës çështjes zonjës Balluku. Dje në gjykat, kur është shqyrtuar çështja, paktën nga informacionet që sjellin gazetarët, sepse unë nuk kam qenë në sallë, të them që e dëgjova e pash vet. Por po them, duke referuar asaj që raportonin gazetarët, ka patur përballje të fortë mes prokurorit dhe gjyqtarit për sa i përket çështjes së zonjës Balluku.